Mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, ne shqiptarët na ka zënë halli. Mizat e kalit, anti-shqiptarët, po vërshërën kudo në Tiranë. Të dashur shqiptar kanë arritur në këtë shekull, po bëjë gjyq shqiptarëve patriotëve. Në Hag e kam fjalën. Po i bëjë gjyq Amerikës, dashur shqiptar. Dashur shqiptar, a i shini këtë fytyrën këtu, fytyrë kineze. Kineze, është vërtet. A i shini këtë fytyrë, dënon patriotët e Shqipërisë, si pasaj, pa ta ne do t'i nxjerrë, 45 vjetë kjo fytyrë. Ka arritur kombi jonë me mizat e kalit që janë mbledhur sot nga Berisha për të mbrojtur Berishën. Të dashur shqiptar, ka ardhur koha e realitetit. Ka ardhur koha të zgjoheni. Për këtë kemi ardhur me mision të posaçëm, për të bërë Shqipërinë se Shqipëria është gati për fundimin e sipërme. Çfarë nuk po bëjnë? Po shkatrojnë Shqipërinë. Çfarë nuk po bëjnë, janë mbushur burgjet plot e përplot në për Evropë, me shkëndia, me shpresat e kombit ton, djemë të rinj dhe vajzat të reja. Faji i tyre është pse janë shqiptarë. Faji i tyre është sepse nuk ka qeveri për 35 vjetë, po ka shqipfolës, hajdut, ka rrugaq, ka sërb, ka grek. Arritën, mbendojnë do hap një televizor, po jo ne jemi gjallë. Të dashur bashkëdhetar shqiptar, a i shini këtë fytyrë. Kur të shini këtë fytyrë, duhet të dridhet mishi, sepse po dënojnë patriotët e Kosovës. Patriotët e trimave që ka luftuar me shekull me sërbët, që në kohën e Skënderbeut dhe më parë. Ata kosovarë që ishën ndërkëmbë të serbit, ata janë shqiptarët tonë. Ajo është krahina jotë, dashur shqiptar, ka arritur, jo vetëm sërb, jo vetëm kinezët, fytyra kinezët, fytyra të shëmtuara, që ne këto do t'i gjejmë e t'i sjellëm këtu në Shqipëri. Arrin dënojnë patriotët, arrin ofendojnë ushtrinë amerikane, sepse patriotët që ishin që luftuan, UÇK-ja, luftohi për shiruar Shqipërinë, luftovi për të mbrojtur shtëpitë e tyre, jo për të vajtur dikundi, mbronin tokën e tyre, fëmijët e tyre, kurse shqipforsi si në Shqipëri, shqipforsi si në Kosovë, të dashur bashkëdhetar, po si mos të dënoj kjo shqiptarë, kur parlamenti i Kosovës, më në krye Kurtin, dëgjojeni vetë çfarë thot Kurti për shqiptarë, për UÇK-n, për trima, sepse ai nuk e... Dëgjojnë. Ndalohe vetëm fytyrë lere, të dashur shqiptar, kur ti thot këtu në parlament të dënohen kriminalët, thot griu një ambasadë e Amerikës, përmend ambasadë e Amerikës, të dënohen kriminalët, do të thot ngreu Amerikë do dënohesh ti, Amerika vajti në Beograd. Amerika, dashur bashkëdhetar shqiptar, ka vajtur në Beograd, kur presidenti Clintoni duke lexuar letrën që Amerika është luftë me Serbinë, ata bombardonin në Beograd. U krijoa e UÇK-ja. Të dashur shqiptar, ja pra për këtë thot ky që të dënohet me vdekje edhe i lutet ambasadave të huaj që t'i dënojnë janë kriminalë thot të luftës. Mund të shohni foton e ish presidentit, e ish kryeministit të Kosovës, çfarë thot për Kosovën, për tokën e tij. Dëgjoni dashur bashkëdhetar shqiptar. Kur do të
mund të ndalosh vetëm fytyrën e këtij. Të dashur shqiptar, ja pra, djali i ri ka qenë. Kur Amerika e ftovi, kur Amerika e përgëzoi djalin e Kosovës, ja pra qa thot në publik, mbi trupat tim thot kalojnë ahere kur të marrën pjesën e Kosovës. Pra, ky ishte armiku, ky ishte e uqëkes, ky ishte që rrinte. Nëse ka mundësi, shëgojni dashur shqiptar kur dali një foto me ministre, me sekretarën e shtetit Albright. Do të shëgojni dashur shqiptar, por ja shëgojni fytyrën, ky që thot, bi trupin tim, sërbët thot, ahere le të marrën pjesën. Do me thënë, ky ka qenë ministr, më falni, ky e ministr, ka qenë presidenti Kosovës. Pra, e do Kosovën, pa marësisht e shtonë mizat e kalit si në Kosovë edhe në Shqipëri. Ky ka thënë të njëjtën, edhe për Berishën që është agent, ja pra djali i ri, ja pra sekretare e shtetit, do të thot kryeministria e Amerikës, Albright. Ja pra dokumentat ku e firmosi që të hynë në luft. Të dashur shqiptar, mbaj këtë foto të lutem. Kur firmosën këto, 4 veta nuk e firmosën. Rugova nuk e firmosi që të hynë të Amerika në luftën në Kosovë. Berisha nuk e firmosi. Sabrigotua nuk e firmosi. Agentët nuk e firmosën. Se kur Kosovë, Amerika do pyeste këta palachot, këta mizat e kalit. Këta që kërkojnë të dënojnë trimat e Kosovës. Të uqëkes. Ku jeni uqëkes? Udhejësit tuaj që kini në Kosovë janë kundra jush. Marrën para, bredhe me makina, fëmijët e tyre i nxjerrën deputet. Pra e dini për kë flasë, nuk dua t'i zemrin që e ngre. E thot vetes gjeneral. Ja pra, jam gjeneral e thot i gjithë të uqëkes. Jam i përgjithshëm, thot. Ka bistuar në telefon. Pra ku është? Pse s'del? Po vetëm doli ish kryeministri do bi demonstrat të madhe në Kosovë. Kundra Evropës. Kundra Evropës, dashur shqiptar. Kundra Agës. Aga ka njerëz, kinez, ka njerëz. Aga letla thot, ne e dim, unë jam misioner, ne e dim sa para ka marrë Aga. Mbi $2 bilion për të dënuar këta. Por, unë kam thënë dashur shqiptar, ne kemi qelsin, kemi dhe mashën. Disa nuk u vjen mirë kur unë them kështu, po ne nuk do t'i lem në burg. Unë besoj se gjykata duhet ta ndryshojë gjendjen. Pavarësisht se shton prokuror, gjykata duhet ta ndryshojë për arsye se ne jemi në ndjekje lëvizjet që bëjnë gjyqtarët. Pavarësisht se kanë paguar $2 bilion për kokat e 4 vetave. Do të shikoni kur flet, është thinjur, është bërë koka e barë dhe thot, unë mbrojta vendin tim, unë mbrojta shtëpin time, unë mbrojta fëmijët tim, luftova, Serbi më erdhi në shtëpi, në qoftë se ka mundësi mund të jesh foton. Pra, të dashur shqiptar, këta janë të uqëkes. Këta janë që bitë dallave, dashur bashkëtetar, bëjnë demonstrat në Tiranë sot, fytyra të këtyre. Pra, nëse ka mundësi mund të nxjerrësh ai që flet duke folur në parlamentin në Agë. Ai zotnia është i 4 nga këta. Baj këtu, po, hape pak, vetëm pak fare. Në asnjë formë të presionin ndaj kujdo qoftë. Integriteti im intelektual dhe njerëzor me ka mundësuar të kam të qartë se cilat mjetet duhet përdoren për realizimin e Dalohe, vetëm baj. Të dashur shqiptar, para Agës, para kuqetrës anti-shqiptare, para spionëve,
para atyre që s'ta duan të shohin një ditë të bardhë, para atyre që financohen nga serbët, ja si ish bërë shqiptari, amo kurti, ja si ish thinju, si ish plakur, sepse luftonte për të mbrojtur tokën e vetë, për të mbrojtur tokën e gjyshërve, për të mbrojtur fëmijë, kurti, për të mbrojtur fëmijë, vargu u bë tamam, si dikur me qamrit, që nga Prishtina e deri në Tiranë, që nga Prishtina e deri në Tropoj, zbathur në të borë, pra të dashur shqiptarë. Ngriu një pra. Lëvisni, mos shkoni në demonstrat, a e shikoni demonstratën e soqme të dashur shqiptarë. Kjo është margalar, kjo është demonstrata e soqme, që do rrëzoj botën, do djegi Shqipërinë. Unë nuk kam thënë dashur shqiptarë. Ne jemi në kontroll çdo gjë. Ne jemi që mbrojmë kombi shqiptar. Ju mund të dilni të shikoni e foto tjetër që e kemi përpara. Vetëm ata njerëz janë. Shikoni dashur shqiptar. Gjukoni e më flisit të drejtën ju. A është demonstrat serbe apo greke me blu? Që kjo s'mund t'i thua shqiptar. Shqiptarët ka flamur dashur shqiptar. Flamur, a shini flamur shqiptar? Shini dhe flamur. Qëfar mund t'i thoni kësa demonstrate të soqme? Qëfar mund t'i thoni përse keni vajtur për të mbrojtur Edi Ramën? Për të mbrojtur Hajdutet 35 vjetëve? Për të mbrojtur familjen e Berishës? Për të mbrojtur familjen e Lapit? Të dashur shqiptar, ju keni vajtur aty vetëm e vetëm për të mbrojtur Gjoç Sorrën. Këta janë të Gjoç Sorrët dashur shqiptar. Jo vetëm dy partit, jo vetëm gjykatësit, jo vetëm prokurorët, por edhe ata të quajtur avokat që thonë jemi 10.000, që u kanë sorrollotur për pasuritë tuaja, për 35 vjetë. Të dashur shqiptar, ngrijuni, zgjoni për vetën tuaj, zgjoni si që fliste presidenti i Kosovës, që tha, mbi trupin tim do kalojnë sërbët. Ja pra, a ishte e uqekes, a ishte e frymzuar nga Amerika. Ja pra, cilit janë mbledhur njerëzit të gënjur, kanë ardhur nga Malësia, asnjëse nga Tiranësa. Tiranësit nuk vend, po janë nga Malësia. Janë nga Malësia, kanë erdhur. Harrojnë që Malësia për 46 vjet komunizmi i vrau stërgjysht e tyre. I vrau patriotët, i ropi të gjallë, i la fëmijët rrugëve të botës, i la gratë, duke mbajtur dru në Kurris, duke mbajtur fëmijët Kalipiq, duke punuar në kooperativë. Dhe sot mirni $80. Përse keni vajtur? A e gjukoni që keni 35 vjet, pa buk, pa uj, pa fëmijë, po mirni $80. Turp i botës. A shikoni se flamuri shqiptar së është? Ku është flamuri që keni mbajtur në përkullat? Ku janë flamurët e Shqipërisë? Ku është flamuri i Skënderbeu? Cili flamur është aty? A e shini që dalën të eliminojnë Shqipërinë, në krahun tjetër thonë do hapet televizori sërb. Në krahun tjetër dalën në Hagë, gjykojnë shqiptarët. Si tamam, si në kohën e Hitlerit. Si në kohën e Hitlerit, që i vravi dhe i gjykojnë. A harruat të dashur kosovarët. A harruat që nga Prishtina deri në Tropoj. Që nga Tropoja e deri në Vlorë. Shqiptarët u futën se jeni familja jonë. Jemi vëllezër. Nuk ka punë me feja. Feja jonë është ky flamuri. Feja jonë janë të dy flamurët. Amerika është tona. A doli ambasada para basi dola unë orën 3. Dhe tha,
kini kujdes, që s'mund të thot ndalo. Ja unë jam ai që them ndalo, sepse unë jam Amerikan për 300 vjetë. Unë jam i misioner që kam punuar dhe do punoj për kombin e Amerikës. Deri unë sa të kem shpirtin për kombin e Shqipërisë. Por me këta bi Shqipërinë, me ju të gjumosur që s'kini një flamur, ja pra ambasadë amerikane doli, që thotë Edi Rama e Sali Berisha s'ka ambasadë, që thonë nuk është ambasadore. Nancy, ajo është ambasadore. Ajo ka fuqi më shumë se presidenti i Amerikës. Se ajo përfaqëson Amerikën, ajo përfaqëson 300 milion njerëz. Tja është këtu, me taksat, që doli edhe tha, keni kujdes shqiptarë. Ku vini? Ku vini? Jeni bërë si gjinde, jeni bërë bashkuar me mizat e kalit. Jeni bashkuar. A me doat ku i kini fëmi? Po më kanë erë nga Marsia. Dhe më ka dhe fëmi tim, janë në Ingilterë, janë në Francë. Pa e shtë duhet që vete atje? Për të mbrojtur hajdutët, për të mbrojtur ata që u vranë, për të mbrojtur në 97-ën, që u vranë 5.000 veta, për të mbrojtur 21 janarit, që u vranë nga dritaret e papar në historinë e Shqipërisë. Dhe vetë, Berisha doli e tha, e mund të vrisi e më tepër. E mbroni, për të dhënë naftën e Shqipërisë që ka dalë nga gjaku, nga Uzbeqarët që ka qenë të Shqipëria slevë, si në për kooperativa, në për ferma, në për burgje, në për kampet e intrenimit. Dhe nafta doli, u bëj ushqim për avionët, për tanket e Miloševićit. Turp i botës. Turp i botës. Tëra fytyrat që kemi atje, do të anëzirëm një nga një, të shini vetë, të shohim fëmijët tuaj që keni jashtë. Që ata u thonë, mos dilni të mbroni Edi Ramën, të mbroni Berishën, të mbroni Rrugaqët, lapin e lapve, të mbroni Aleksin e Soros. Ata janë Sorjan të tërë. Kush e solli? Soros. Ne ua kemi zerë fotografinë, e fotografinë tonë po e pasqyrojnë në për televizore, kur Sorua ishte i ri. Ka erdhëm 92-shin në qershor, për herë të parë, Berisha kështë 2 muaj që ishte bërë president. E pra, ku janë vrasit, ku janë gjerat, ku e flamuri shqiptar, përse ke dalë atje? Ajo thot, fest kombëtare, protest kombëtare, ku janë flamuri, për ke protestoni, për sërbët, të vi televizori. Ja pra, zgjoni shqiptar, zgjoni që dojtë shumë vonë, dojtë shumë vonë. Dhe ju do fotografoni, jeni fotografuar nga lartë, që nuk janë njerëz shumë, janë pak fare, janë vetëm bishtat e mizave. Turpi botës, që Tiranë janë 600.000, 700.000, asë një s'ka dalë. Shikojni pra, që gënjejnë, që e bëjnë televizor, për këta televizorit 24, sa e shmbyllur sot, do të mbyllën tërë televizorit, që po bëjtë zhurmë, sepse ju, po gënjeni, po e bëni s'kur kanë qenë 1 milion njerëz, ja pra, cilit janë sot, e shini vetë, ja pra, milion njerëz, ku janë tiranësit, ku janë qytetarët, ku janë intelektualët, ku janë studentët, ata janë shpresa e kombit. Jo ju që keni vdalë atje, së bashku për të mbrojtur, ata deputet doli njeri, deputet, a ishte që tha, po të bëhet Berisha kryetar partije, unë kur nuk do dalë me jashtë. Dhe pra, këta janë legena, këta janë pisë që kanë vjedhur juve, të dashur shqiptar. Spaku do arrestoj njerëzit, të gjithë, edhe ata që qenë aty. Unë nuk u kam thënë kotë, 1800 deputet që kanë qenë, 1820 për 35 vjetë. Të gjithë do arrestohen, të gjithë do konfiskohen, të dashur shqiptarë. është përhapur këtu që nuk konfiskohen. Edhe brekët që i kanë blerë për Floriri, që trupi tyre është
i demoduar, edhe ato do t'i marrë, do t'i shesëm. Do t'u hapën para shqiptarëve. Do t'u lejmë vetëm kombinoshe, edhe ato komeshe do t'i presëm, t'u hy ajri për dimër. Të shikoni vete si do punoni me duart të lidhur. Dikush mund të thot, amore, Pilinçi, pse e inatos? Po si mos i inatosesh? Si mos hedhësh vrerë? Si mos nxjehesh? Kemi ardhur nga gjëra me mirë, pa masi se kam jetuar, pa bukë, pa veshur. Kishte raste, vishte fustane në nëstime, një në trenim, se binte shiu, na fusim brenda. Dilmi mjashtë, binte prap shiu, s'kishim qa vishmi. Por aman, kam 50 e sa vjetë jetoj në mes të mirave. Po kam ardhur për tokën time, për vendin e vrarë, e vjedhur, e shtypur, për mashtrimet që kanë bërë. Kam erdhur, sakrifikoj, edhe unë flasë Shqip, se janë disa, se agron laka, e dzjerë, e Pilinçi që thot, nuk e di gjuhën Shqipe. Unë e di shumë mirë gjuhën Shqipe. Unë e di gjuhën e nenës, që unë kam 50 e ca vjetë, po dalën për televizorët, talën me shqiptarë, sepse e dini pse të dashur shqiptarë, se kanë punuar të jetën, kanë marrë para pa shkollë, pa edukat familje. Kanë qenë familje më tulta. Edhe sot janë shpërdarë për televizor. A i shini që thote a Big Brother, turpi botës. Si mundet në Shqipëri ta shikosh atë televizor? Pra dashur shqiptar, zgjohuni. Zgjohuni t'i shgoni fëmijët tuaj. Zgjohuni o malsorë që keni luftuar me shekull babalar tuaj. Bajeni mend pyesin enën kur shkoni brenda. E i thuaj, si ke jetuar në kooperativet? Po si i ndihmoni këto dy parti më dashur shqiptar? U bën 7.500 njëshin për të vrarë vëlla me vëlla. U dhan nga një rryp, vëllajt i dhan një rryp tjetër, komshiut një rryp, po të këtheshe traktori, bente godiste atë tokën tjetër, kërciste pushka. Se anë vrarë në Shqipëri, për këtë 7.500 njëshin. Pse janë vrarë, se duan Shqipërinë. Ja pra flamurin, shqiptar, nuk ekziston fare. Absolutisht jo, se duan. Ajde si vini, për këtë flamur, vini. Të dashur shqiptar, ka ardhur koha e intelektualve. Zgjohuni. Ka ardhur koha e studentave. Studentë të dashur. Qini në Universitetet e Tiranës e kudo qini e Shkodër, Korçë, Vlorë, kudo qini, mos shkoni jashtë shtetit. Qindroni që t'i shini këta me zinxhira. Mos shkoni jashtë shtetit se nuk ka me hidhrim të vesh në Evropë, në armit tonë shekullor. E kam fjallën për Francë, për Englezë, për Italinë. E mbani me ndaj hyri Italia në konin Mbreti Zokë. Mujo Osmani u vra në det, në Durrës. E pra të rimat, ta kanë qenë. E pra, kanë qenë shqiptarët për para që luftonin për tokën e tyre. Kurse ju sot, luftoni për të mbrojtur hajdutët, rrugacët, që janë në vdekjen e sipërme, që do arrestohen këto ditë. Dikush më thot që profesor Pilinçi, mos zerë emra datë në gojë. Po, datë, se këse na kanë penguar. Se duheshe 6 muaj për para të ishe brenda. 6 muaj për para duhet ishe qeveria teknike. Vetëm nga ne, asnjë tjetër, kur s'ka për të bërë me tjerë. Pra u pres rinin, studentet të mjekësisë, të inxhinierisë, të juristëve, të ekonomisë, bujqësisë, të gjithë kategorive, e janë në shpresa e kombit, e janë të bim Shqipërinë me ju, mos ta lëm në dorë të këtyre. E janë sa më parë të regjistroheni në punë, e janë sa më parë të thoni botës, i ne jemi shqiptarë, e janë të thoni botës edhe mizave të kalit,
që ju e dini nga 4-5 gjuhë, këta nuk di shqip. I ke parë në parlament? Qa flasin? Flasën domatet, kastravecat, këto flasin. Se atë gjuhë kanë. Flasin kush e ka kostumin më të mirë, pse ti ke vjedhur më shumë, unë s'kam vjedhur më shumë se ty, bingarra. I shini? Demonstrat bërë njeriu kundra qeverisë, kur s'ka huj, kur i ngre ushqimi, a i shini se i vetëmi shtet, ky nuk është shtet, ky shtet Mizakali, i vetëmi vend në botë, që janë 10 herë më shtren, a i shini se nafta e nxjerr toka e Shqipërisë, $2. Bota e ka lirë. Mos shkojmë më larg, në Maqedoni, 85 cent, $2. Edhe merr këtu. Nuk e shini që u ka lënë Kastile për ju për me shpenzime. Ju buk skini, kërkoni mini një makinë. Do me thënë, bërni kashillek, lagje me lagje, komshi me komshi. Kurse nuk doni të punoni në Shqipëri, kurse shkoni në Greqi, punoni si slep, ruani dhit të Grekut, që Greku dikur ka rojtur baktit në vendet tona, së mos në familjen time. Dashur shqiptar, mblidhe një mendje. Mblidhe një mendje, që erdi koha e inteligjencës, e intelektualve, erdi koha e Shqipërisë me president, erdi koha e kësaj kushtetute. Kjo është kushtetute e Amerikës. Kanuni zbriti nga malësia, nga stërgjyshet e stërgjyshve atyre që kanë dalë sot në demonstrat. Zbriti dhe qëndrovi në tokën e bekuar të Amerikës. Kjo pra është kushtetuta, që e një president rrik gati tu para gjyqtarëve. Kurse gjyqtarët këtu të kushtetutës, rrugatshëria, ka 2 muaj gjysmë, edhe të premte dhe mbaroj, gjoja akoma se kanë nxjerrë. Nxjerreni sa më parë, që do jeni të lidhur koke kem, që po shkatroni kombin e Shqipërisë. Po beni idenë e Sërbit, po beni idenë e Grekut, të gjithë lëvizjet tuaja janë në shikim. 28 orë, jo 24. Si flini, qa flisni e në endër e në gjumë, qa flisni kur vini edhe në banjë. Pra, blidhe një mendje. Unë s'kam deshu që i shqiptar të të burë, po do bushe burgjet plot. Plot do bushe burgjet, që e dëmtuat këtë kom. I shkatruat të rinë, kanë i kurike në përdet, ben ushqim për peshqet. Ashtu si nafta që vajti në Sërbi, u bë ushqim për tanket, për të vrarë familjet tona, vëllezërit tonë kosovarë. Pra dashur shqiptar, mblidhuni, u rrithem shqiptarve të mi të Kosovës. Të dashur kosovarë, pleq, plaka, të rinj, të reja. Largoni nga ato partit që keni, sepse ato kanë shkatëruar. Largoni nga ata që i quani komandant, se ata nuk janë me ju. UÇK-ja duhet të dali sa më shpejt. Për të mbrojtur vëllezërit e tyre në burg që janë zbardhur, u është bërë koka e bardhë, hynë me flokë të zinj, edhe janë me kokë bardhë. Ti dënojnë fytyrat e shëmtuara Portorikot, e patat zonjën. Ajo s'është evropiane njërë. Po ku është? Në Hagë. Po ku janë parat? Parat e kosovarëve, që punojnë jashtë shtetit, që i dërgojnë familjeve të tyre. Ata dërgojnë para për të vrarë kosovarë, për të dënuar. Unë va thash që për para, u anëzora në fotografi, Amerika e ka marë për herë të parë. Sekretarja e shtetit do thotë kryeministri e Amerikës. Hyri në luftë për të shpëtuar Kosovën, për të shpëtuar krahinën tonë më të bukur të Shqipërisë. Pra dashur shqiptar, dofta u lodha
Por ata që qenë sot në demonstrat, edhe ata që shajnë, ata që janë ag, ata nuk janë shqiptari, janë anti-shqiptari, janë më shumë se anti-shqiptari. Po çdo gjë që fliten në televizorit e Shqipërisë, në televizorit e Maqedonisë, në televizorit e Kosovës, të Malit Zi, të gjitha janë në shikim, që nesër do japi llogari. Sepse janë paguar aq para si në Kosovë e në Shqipëri për të dëmtuar inteligjencën shqiptare, intelektual. Shqipëria ka shumë filozof, çfarë nuk ka Shqipëria? Ka inxhinier të mrekullush, si që më kanë erdhë mua, janë më të pari të botës. A mo agronë, si thua, janë shqiptarët më të parë, apo kur qesh atje zbardhëmët. Qesh, me ironi, jeni mbledhur me një televizor me një drogist. Tallin i shqiptarët. Nuk u vjen mirë të bëhet Shqipëria. Nuk u vjen mirë të bëhet me president, se nuk do keni punë, do jeni burg. Se e keni dëmtuar Shqipërinë, duke tallur, e duke ngritur forcën e grekëve. Jo pra, Shqipëria tini të bindur, po e them hapur. Shumë shpejt ne shkojmë në zyrat e reja. Brenda 3 muaj dohet me president me këtë kushtetutë. Brenda 3 muaj dohet me intelektualët më të kulturuar të Shqipërisë. Do vinë nga jashtë, kanë erdhur, janë këtu brenda. Do bëj Shqipëria lule. E atyre që si pëlqen të ikin para se ne të kemi qeverinë. Një njeri që thot jam grek, të ikin përpara. Sepse grekët kanë erdhur këtu, shqiptarët u ka dhënë bukë, u ka dhënë tokë, i kanë shpenë edhe në Bregdet, i kanë shpenë në Male, e në Kodra, edhe sot thonë jemi grek. Keni të drejtë të shihni, sepse keni patur maraushga, po nesër do ketë patriota. Shteti do bëhet me patriot, me intelektualët. Pra nuk do ketë këtu të huaj këmbë, po do ketë vetëm shqiptar. Do lullëzoj vetëm fëmijët e shqiptarëve, të jenë më të pasur të botës. Më të zgjuarit janë shqiptarët. Pra, të dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 3 e në orën 6, spaku e njerë, po i them para jush. Ato letra që keni firmosur për zëvendës kryeministre, për zëvendës kryeministri që është jashtë, urgjent, për Salin, për familjen e tij, për gruan e Edi Ramës, urgjent të arestohen flagrantës. Filloni arestoni letrat që keni firmosur për deputetët Sali Berish, për ministrat e Sali Berish, ishte Bodo, që ka vjedhur dynjan kur ka qenë ministri financave. Ishte një tjetër, Gjirokastrit edhe i financave, që ka hotele, kanë kudo. Urgjent, filloni pastroni Shqipërinë nga plirat. Filloni, u kam thënë dhe ju të spakut 4 veta, do arrestojni, që i nxirrni fjalët në disa gazetarë. Ne i dim, pra arresto kryetari i ri që e bërë, edhe ish kryetari, amanetin fjalët që e thënë në Amerikë. Shfrytëzoj urgjent. Mos prit më. Mos thuaj që nuk kemi drejt të arrestojmë. Se gjykata kushtetute e tha fjalën e vetë, pavarësisht se dual 4-4. Urgjent. Arrestoje sa më parë. Nëse zëvendës kryeministri largohet sonte, o nesër, ju do mbani përgjegjësi. E kam fjalën spaku. Keni urdhë të arrestoni të gjithë. Sipas ligjit, sipas kushtetutës. Pra të dashur shqiptar, do shihni arrestime të papara, do shihni qeverin teknike shumë shpejt do jemi ne. Natën e mirë, intelektual bëuni gati. Të rinj bëuni gati, të reja. Mos u largoni nga Shqipëria se ky është toka e juaj. Nuk është toka e juaj jashtë dheut. Kjo është toka e juaj. Ju do të gëzoni brez pas brezi. Rroft Shqipëria,
Rroth flamuri shqiptar i kryizuar me flamur amerikan, poshtë mizat e kalit. Valoft flamuri shqiptar, jo si aty. Ata as janë shqiptar, ata janë sërb. Ata as janë shqiptar, janë grek. Ata as janë shqiptar, po janë të Aleksës të Soros, se kanë vjedhur natën e mirë, e më falli se u zjata shumë.